Zoti Daci, a mund të shkarkohet Erion Velia nga Edi Rama, pa mbushur 90 ditët në burgim? Unë po e bëj si pyetje këtë, po unë e kam këtë informacion që pa mbushur 90 ditë, ai nuk mund të shkarkohet. Dhe cilit, sipas jush, një avokat me përvojë, cilat janë skenarët e mundshëm që ne presim të shohim? Atëherë, zoti Velia nuk mund shkarkohet as pas 90 ditësh. Së pari njerë për të shkarkuar në standardet që vendosur në rastin e zotit Zefila, kam qenë unë përfaqësues gjykatë kushtetuese, praktikisht një shkarkimi i zotit Velia do nënkuptonte detyrimisht seancë dëgjimore publike dhe mundësi me mbrojtje me avokatë etj, gjë e cila do ta shndronte në një betejë midis Bashkisë Tiranës dhe Këshillit Ministrave, që politikisht nuk mendoj se i intereson Këshillit Ministrave për ta bërë një gjë të tillë, po ndoshta edhe vetë zoti Velia s'ka interes për një gjë të tillë. Nga ana tjetër, shkarkimi nuk mund të bëhet pa marrë një vendim fajësie thjesht për masën e sigurisë. Pra sot për sot nuk ka ndonjë shkak ligjor i cili mund të legjitimonte shkarkimin e tij. Nëse do ta bënte kryeministri shkarkimin, Këshilli i Ministrave më saktë, sigurisht ai mund ta bëjë para respektuar procedurën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, por është e qartë që vendimi i gjykatës kushtetuese, përveç se nëse gjykata kushtetuese do mohonte atë çfarë ka vendosur vet, do ta gjente atë jo kushtetues dhe mund vendoste edhe pezullimin e ekzekutimit si një masë. Gjithmonë nëse zoti Velia do ishte i interesuar për të patur një përplasje, sa ai thjesht mund pajtoj me shkarkimin edhe gjithçka mbaron këtu në këtë rast. Ndërsa përsa i përket mungesës për 3 muaj, ligji thotë që kur mungon 3 muaj, mund të propozohet shkarkimi nga Këshilli. Por ka një problem përsëri. Një lloj si zoti Berisha, edhe në këtë rast mungesa nuk është për faja, po për mungesë dëshire të zotit Veliaj. Por është për një shkak të pa kontrollueshëm prej tij dhe një farë mënyrë mungesë e arsyetuar. Ligji nuk e ka nëse duhet me mungesë arsyetuar apo jo, por sigurisht standardi dhe logjika është e njëjtë, që është në prezumim të favor të mungesës me arsye në këtë rast. Kështu që as Këshilli në momentin që ne jemi nuk mund të bëjë një shkarkim normalisht, një propozim për shkarkim. Nga ana tjetër, diskutimi që shtrohet është nëse mund të autorizohet nëpërmjet kryetarit të bashkisë, nëpërmjet delegimit, apo mund vijohet nëpërmjet komandimit nga Këshilli Bashkiak i dikujt. Si rregull, kur kryetari po themi ka dhënë ndërheqjen apo në thana të tjera jo si ky, Këshilli mund të vendosë komandimin e një prej kryetarëve për të ushtruar funksionet e kryetarit të bashkisë. Në fakt, kur ne themi për delegim kompetencash, pavarësisht se ne kemi patur delegim pothuajse të përhershëm të një ministri që u bë gazibotës, praktikisht që ishte zëvendës ministër dhe u delegua si ministri për një kohë gjatë, nëse e kujtoni, ishte ekselent në shumë parametra. Ministri jashtëm. Po, praktikisht delegimi për nga ligji nuk është parapar të jetë i përhershëm. Është parapar për një situatë përkohshme dhe sigurisht nuk thot sa, por dhe vetë gjendja që e dikton duhet të jetë në përputhje dhe njëkohësisht delegimi duhet publikohet në fletoren zyrtare. Sepse në rastin konkret mund të kishim degradimin shumë të shpejtë të bashkisë, nëse do të kishte kështu përplasje. Megjithëse jo pak është degraduar. Unë mendoj që delegimi në rasti konkret për një periudhë e cila është e paqartë, për momentin është krejt legjitim nga ana e kryetarit, për sa kohë është në mungesë. Nëse spaku do kishte vendosur si mas sigurie përveç asaj gjykata më saktë, edhe pezullimin nga detyra, atëherë automatikisht do rivendosej vetëm nëpërmjet Këshillit Bashkiak. Por çdo skenar, jemi sinqert, nuk besoj se do ndodh skenari i shkarkimit si për shkak të komplikacioneve juridike, por edhe për shkak të nevojës për të shkuar zgjedhjet parakohshme, gjë e cila me sa duket nuk është në dëshirë në mazhdorancës aktuale. Për shkak edhe të ngarkesës që ka për zgjedhjet e përgjithshme. Claudia na lala një pyetje për ju, avokat. Zoti Daci, me sa kuptova ju thatë që zoti Veliaj ka gjithë kompetencën dhe mundësinë ligjore për ta deleguar firmën dhe vulën e tij tek një nga nënkryetarët. Me avokatin dhe me... Pyetja ime është, në kushtet kur zoti Rama
kryeministri e ka penguar protokollimin e urdhrit të zotit Veliaj. A ka në këndvështrimin tuaj indicia apo të dhëna që të ketë një hetim penal ndaj kryeministrit, ndoshta për veprën penale të shpërdorimit detyrës, për sa kohë ka ndërhyrë dhe ka interferuar në punët e një institucioni tjetër? Unë këtë nuk e di dhe nuk e kam dëgjuar, të jemi sinqert, edhe pse kam patur kuriozitet në kuptimin si u zbërja, por gjithë konkluzioni paktën që unë kam mësuar, aq sa kam patur mundësi, ka qenë që është bërë nga vetë zoti Veliaj, i cili dha edhe një shpjegim në Facebook. Normalisht në Shqipëri ka një vendim, është vendimi i gjykatës kushtetuese për ish zogun e Zi, ka qenë kryetar zoti Rama, vendimi i gjykatës kushtetuese ka qenë zoti Rama, ka qenë kryetari i bashkisë, dhe paditër Këshilli i Ministrave në atë kohë që mori përsi përprishjen e mbikalimit të zogut të Zi, qofse e mbani mend, në atë vendim ritheksohen të gjithë parimet e autonomisë vendore, që përcakton si Karta Evropiane e Autonomisë Vendore, ashtu edhe vetë një edhe vetë kushtetuta jonë mbi të cilën ajo bazohet, sepse edhe vetë kushtetuta jonë referohet asaj. Normalisht kryeministri është i zgjedhur në nivel qendror. I vetmi pikë që bashkon kryeministrin me bashkinë është fakti që është udhëheqësi i mazhorancës, e cila ka prodhuar dhe udhëheqjen e Bashkisë Tiranës. Po asgjë tjetër nuk e bashkon me Bashkinë Tiranë. Avokat, unë të falenderoj shumë, do kishim pyetje tjetër në qoftë se Velia do ishte shkarkuar, ishte kjo ide... Nuk mendoj se do ndodhte. Nuk mendoj se do ndodhte. Ishte thjesht një përplasje për... Jo, sepse do duhet të shndrojnë një show, ose duhet zgjidhte që pranonte fatin e shkarkimit, ose do kishim një show juridik dhe paq edhe politik me kosto shumë madhe për mazhorancën. Po precedent ka patur, pa i hyrë këtij diskutimi. Për shumë ne kemi rastin e Safet Gjisit që është shkarkuar në 4 minuta më pas dhe nuk ka patur asnjë pretendim. Pra precedent të mëparshëm, po edhe zoti Veliaj ka shumë, ose po Shukri Xhelili, ose rasti Lefterallës. Po gjykata kushtetuese nuk është shprehur, pra Këshilli i Ministrave, nëse do të ndjekim ose do të marrim mirë qenë standardin, e ka vendosur me herët dhe i ka shkarkuar nga detyra. Në rasti konkret është po nuk ka patur kundërshtim nga ana e tyre. Po që sa ata do kundërshtonin dhe do kërkonin realizimin e të drejtave, do ishte shkarkimi i paligjshëm nëse s'do kishim atë procedurë. Qartë. Avokat, falenderoj shumë që ndihmove. Dorëzojmë politikistë vetë, faleminderit. Okej. Falenderoj shumë, është një bashkëpunim mjaft i mirë që po e mirë pritet, domethënë dhe herë të tjera do na bënit punë për programin. Patjetër me kënaqësi. Faleminderit. Natën e mirë. Zonja Zama edhe një herë se e nisët vetë ju, po ndërkohë unë e kisha detajuar te skaleta ime. Sa është pushteti ekonomik i Bashkisë Tiranë, sa rëndësi ka kjo bashki për zgjedhjet. Se shumë para dëgjojmë nga këto që prishen, nga këto që i marrin në grupet, për shumë njëri nga këta personazhet, që unë s'jam bëj gjithmonë emrin Kokushi, si e kite? Do kushi.